Vetëm 450 minuta ka mbetur nga fundi i këtij sezoni në Serie A. Pas barazimit dramatik të Interit kundër Bolonjës në minutat e fundit, si dhe fitores së vështirë të Napolit kundër Monzës, gara për titull është më hapur se kurrë. Interi që duke në rrugë të sigurt drejt titullit e ka humbur avantazhin pikërisht në fund, ndërkohë që Napoli ka shtuar shpresat. Tashmë të dyja skuadrat kanë nga 5 ndeshje për zhvilluar dhe kalendari nuk është as pak i lehtë, veçanërisht për Interin që është i përfshirë në 3 fronte, Serie A, Champions League dhe në Kupën e Italisë. Zikali do të përballen me Romën dhe Hellas Verona në shtëpi dhe më pas do të presin Lazio në San Siro, ndërkohë që do të udhëtojnë dhe në 2 transferta kundër Torinës dhe Komos. Napoli ndodhet në një situatë më të thjeshtë teorikisht me trajnerin Antonio Conte, që për muaj është i përshëndruar në vetëm Serie A. Napoli ka në dorë fatin e vet, të paktën deri një përballje të mundshme direkte ose një ndeshje shtesë për titullin kampion. Skuadra napolitane ka një kalendar të balancuar. Do të presë në shtëpi Torinon, Genoan dhe Cagliarin, ndërkohë që do të udhëtojë për të luajtur në fushat kundërshtare ndaj Lecces dhe Parmës. 5 ndeshje, 5 finale, kushdo pikë do të peshojë si ari në një garë që nuk toleron më gabime.